Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Një herë edhe çfarë presin ata, domethënë në momentin kur ti thua që ai tipi thoshte do t'i mësoni këto vet, se nuk duhet ta tregoj unë nuk e di domethënë si mund sillet njeriu me ta njerëz. Se çfarë mund të bësh ti si student kur ti nuk ke asnjë lloj informacioni domethënë, edhe ai të thotë po ti do të dish këto gjëra. Është ty vlen pyetja domethënë vllai për çfarë po vi unë këtu. E kupton? Ja, drejt nuk ka rastis kur kam studiuar në Shqipëri, kemi pas shpesh situata për shembull që profesorat të vendosnin në mënyrë të vetëdijshme pengesa në pjesën e mësimdhënies. Pra ta jepnin informacionin të reduktuar, nuk të jepnin informacionin e nevojshëm për të kaluar provimin dhe ti vetë si student do të ishe tani i vetëdijshëm edhe ti kapje trurin impresorit se çfarë donte të dilte ose ku donte të dilte te provimi që do jep. Nga bërthama e vetë plakë nuk kuptoj se ç'a fiton ky profesor me këtë lloj gjëje, se kjo duket si është një ndjenjë si tip perverse plak. E ka pra, është unë mendoj që një nga gjërat që kam kuptuar në sistemin e edukimit që më ka bërë përshtypje dhe që kam pas marrëdhënie edhe shumë të mira me disa profesorë është kjo marrëdhënia student-profesor. Domethënë, gjithmonë profesori ka atë nevojën që të ndihet i dobishëm dhe i nevojshëm ndaj studentit, pra të ndihet në të njëjtën kohë dhe më i zgjuar, por në të njëjtën kohë të ketë atë procesin e shkëmbimit të dijes, domethënë nga profesori tek studenti. Dhe përderisa kjo marrëdhënie funksionon në këtë lloj mënyre, mendoj që marrëdhënia është e qëndrueshme pra. Në momentin që këto barriera prishën, janë edhe këto janë metafora domethënë ose fabula më të vjetra tipit që ai studenti sfidoi masterin e vet në kung fu e kështu edhe po ideja është sikur këta kanë gjithë frikë valla, sikur këta kanë gjithmonë atë sindromin që do vi këtu të marrë profesionin plak, sepse në çdo kisillesh në atë mënyrë me studentin që nuk ta japun e shikon ti unë e di këtë gjë dhe ti nuk e di. Plak po ti je profesori, normalisht ti e di, e kupton? Ideja është si do më hapësh ti mua. Është absurde kjo gjë. Është sa i për atë punë paguhet, është për t'ia dhënë informacionin jetën në një mënyrë sa më të thjeshtë, sa më të përtypshme. Kupton? Kurse ai tani domethënë po duhet të dish vetë, apo gjeje ti gjëza tek ai teksti un kam fshehur një variabël. Lexoj profesorit mendjen tani. Ala Sherlock Holmes. Jemi dhe live, bëhet sa kohë që jemi live. Përshëndetje, episodi i ri. Nero Islame, mirë se na erdhe ose më saktë mirë se u gjetës. Normalisht ju e njihni tashmë studio nuk është ajo që është gjithmonë. E normalisht ka një touch tjetër, le të themi, deri diku artistik. Që mua më mungon, unë jam arbitrazh, po që se di plak. Nuk e di, unë duket shumë e çuditshme domethënë sepse janë pikërisht persona shumë të gabuar ata që bëjnë atë gjë, sepse është një lloj paralelizmi që bën atë ditë me Marsin, e kupton? Nëse nga mjekët ti pret që të jetë human, plak. Do të thonë që të ndihmoj njerëzit, ti pret nga profesori që të jetë sekser dije, e kupton? Që ta japi në një mënyrë më të mirë. Tani ti nëse ti nuk e ke këtë aftësi, çfarë më duhet mua se ti je inxhinieri më i mirë apo fizikanti më i mirë? Nuk bën sens atë plak. E drejtë. Jo, unë ashtu e gjykoj. Unë për shembull profesorët me të cilët kam pas më shumë vështirësi për me mësu lëndën radh parë dhe me marr provimin dhe me kalu, kanë qenë profesorë që deri diku kanë pas një sens egoizmi në lëndën e tyre dhe ndihen që siç është edhe fjala anglisht gatekeep, pra, që ruajnë atë portën që personat, studentët mos të mësojnë gjëra shpresore. Razin domethënë që të arrish tek shpella. Po. Është interesante, për mua kjo funksionon pra, domethënë ka një lloj balance marrëdhënie student profesor, që profesori duhet të ketë atë upper hand, siç thuhet në anglisht, atë dorën më të lartë. Po. Edhe duhet të ndihet pra si profesor në mënyrë që edhe aty është përmbushja e tij fulfillment. Në rregull, nuk ta kundërshtoj këtë pjesë. Ajo që kundërshtoj në të gjithë këtë argument është fakti që okay, ti e ke apo sepse ti e ke ça, kupton ti. Po, e drejtë. Përderisa e ke marrë atë post plakë, ty nuk ta vën njëri në pyetje. Po ti duhet të jesh edhe gati kur do kesh 1 nga 100 student
që do jetë PS, edhe do bëjnë pyetje të bukura, domethënë se pyetje që ty s'ti kishte bërë në student përpara, e ti do të kesh atë humility, atë përullësim në shqip që ta pranosh ti pyetje, të mundohesh të japësh një përgjigje sa më të mirë, domethënë një përgjigje që mund të jetë e përpunueshme. Kurse kam shumë raste, shumë anekdota që bëjmë pyetje dhe thonë që tani kush e atë e di unë, si Mato Gruda, e kupton, të jetë me tokë, e kupton, atë e di unë. S'është kjo vllai. Kurse ai tjetri për thonë që ma shpjegoi edhe një herë. Po, kam pasur rastin plak që edhe më thonë ma shpjegoi edhe një herë. Po, e keni të skriptit e faqe 134. Po vllai. Po, radio herë. Ç'është kjo? Unë për çfarë dimsim? Po, janë interesant. Unë mendoj po, e gjitha hyn te çështja e ego. Pastaj po ta mendosh edhe komplet për mendimin tim edukimi modern është ose komplet fusha industria moderne, pra duke marrë parasysh që nga deg ndryshme sociale, teknike etj. Unë mendoj që tregu çfarë kërkon tani është disi e vështirë për sistemin shkollor akademik të ofroj forcë pune, forcë për sistemi 1800-s. Eksakt. Kjo është pjesa fabrike që ditrin ulur e din mos bëjnë zë. Po, kjo është pjesa për mendimin tim më e çuditshme dhe një intervistë që kam parë që më ka pëlqyer shumë ishte në lidhje me ndryshimin e edukimit, pra, se ishte komplet në pandemi, kur ndodhi, puna ndryshoi, edukimi ndryshoi, filluan punonim remote, pra. Studentët bënin provime në internet edhe u krijuan dhe platforma deri diku tilla që ti atë që mund ta shpjegonte profesori me një PowerPoint ose me një trast zez, ti kishe një platformë tani që ta tregonte mënyrën se si funksionon X gjë në lidhje me një lëndë. Edhe, gjithë përfundimi i intervistës është që po, sistemi i edukimit duhet të ndryshojë, pasi tregu çfarë kërkon, ky sistem edukimi që është tani nuk ja ofron dot. Por se si duhet të ndryshojë, kjo është deri diku e pa politikanë që duhet të merren masa. Duhet të qeverisin më mirë. Po se si sa thot njëri. Kjo është pjesa e vështirë. Pastaj un kam edhe një koncept, me thënë drejtën, edhe ti edhe mund do më pëlqente ta diskutonim dhe bashk. Kur kam pas fol me një shok që kemi pas qenë atëherë në Shqipëri, po thonim lidhje me këtë edukimin, ose çfarë po mëson, ose çfarë po lexon, edhe dolëm përfundimin që komplet pjesa e edukimit tënd individual si person është shuma e gjithë elementeve me të cilët ti ndërvepron. Pra, edukimi nuk është vetëm shkolla, pra është sa kurioz je ti me lexuar një artikull, sa kurioz je ti me dëgju se çfarë ka thënë X person në lidhje me një temë. Muhabeti që po bënin ne së bashku, kur po pinim cigare përpara, e kupton tash ti plako që shkolla në standardin ton, në moshën ton që jemi ne, ata që vinë mbas nesh, shkolla as 50% e arsimit nuk është tashmë, sepse ti që the ti, kur ti do të mësoj konkluzion. Ti vajte shkollë në internet dhe morë informacionin tënd në anglisht, se shqip nuk ishte apo unë apo tjetri domethënë. Pse? Sepse sistemi, dhe kjo nuk është fatkeqësisht nuk është vetëm në Shqipëri, është edhe në shumë vende të tjera, ose në pjesën më të madhe të vendeve, se sistemi e ka shumë vështirë të eci përpara. Sistemi është bërë për shumicën e njerëzve që do jenë në punëra të mesme, ke parasysh do marrin profesion e tjetri. Edhe ai njeriu që ka kreativitet, për shembull, që ti je shembull i mirë, këtë nuk e gjen veten. Edhe një rob që nuk e ka kreativitetin ai sa e ke ti, pak në sytë e mi, siç jam unë për shembull, prap nuk e gjen veten. Se nuk e ka pasur mënyrat. E kupton se është përmendur se të gjithë edhe shikuesit e dinë domethënë për pjesën se si e kam unë të mësuar me të dëgjuar. Nuk ka pasur mjete. Edhe atë pjesën që ti përmende është prandaj është shumë si ata politikanët e këqij, domethënë që ti tani të duhej se s'bën një krizë që ti të kuptoje çka vlogera edhe influencer edhe njerëz të dëgjuar kanë minimumi 10 vite. Që nga 2010 ka filluar që sistemi është i kalbur. Sistemi është sistem fabrike. Po. Domethënë, është tur për Anglinë, domethënë që ti çojë studentët tani të ulen pas një lloj aktiviteti, pas një lloj kreativiteti në klasë parë, klasë 2, klasë 3. Është vetëm mësim mekanik, është se si të bësh të ul, të rish ulur, të mos bësh zhurmë, edhe të përgjigjesh pyetjet. Si me inxhinieri, po. Por ti ke fëmijët, është mosha që nuk rin dot ulur, ti detyron ata të rinë ulur. Po. E kupton tani ti e vret kreativitetin atë. Po pra, mëson sjellje bazike, po, e drejtë është.
Unë kam gjë kundër disiplinës. Unë jam një njerëz që jam pro detyrimit të ushtrisë të futet prapë, domethënë. Disiplina sidomos për mbeshkët është vetëm përfitojnë. Nuk humbin asnjë gjë. Ama jo duke sakrifikuar kreativitetin. Unë mendoj se ka mjaftuar vend për të dyja, edhe të dyja duhet të koekzistojnë, të ekzistojnë së bashku. Të se s'po shpikim rrotën nga e para plot. Po. Edhe të kjo që po flisnim lidhje me sistemin, unë mendoj që pjesa më problematike përgjithsisht në sistemeve të ndryshme, por në të njëjtën kohë edukimit është kjo, pra personat të cilët refuzojnë të ndryshojnë, persona që refuzojnë të pranojnë një përgjigje tjetër, një realitet që ka evoluar në të njëjtën kohë. Edhe mendoj që edhe në kompani që kam pas punuar më përpara, personat që dënoheshin në një farë mënyrë më shumë, që hiqeshin nga puna sa më shpejt edhe që dështonin domethënë të kalonin në një nivel tjetër, në një rang tjetër të kompanisë, ishin personat të cilët krijonin një sistem të mbyllur dhe shumë të vështirë për të ndryshuar. Po, është shumë sistem i rehatshëm pra për atë grup njerëzish që ka krijuar atë lloj sistemi, që është një lider, një menaxher, disa persona që punojnë, kanë krijuar një lloj grupi që bën diçka. Këta persona gjithmonë janë dënuar sepse aty ndalohet inovacioni. Këta persona duhet të jenë të aftë, të autokritikojnë veten e vet, të Me lejo ta plotësoj, shikoj çfarë ndodh. Kur je në tregun e punës, ta persona dënohen. Kur je në tregun e mësimdhënies, ta persona ngrihen në piedestal. E kupton, dënohen ata që marrin kreativitetin. S'është anë drejt. Në punë plak, nëse ti nuk je kreativ ose nëse nuk je i hapur, që të japësh platformën gjithë secilit të futet aty dhe të bëj përmirësime nëse përmirësimet janë të nevojshme, atëherë ti dënohesh sepse ti po dëmton firmën. Fiks, nuk vin lekën kurse profesorin nëse ti do i thosh ne pra që nuk kam bërë për përgatitje për matur, plako, kam bërë kurse matematik te një profesor tjetër. Ai profesori tjetër domethënë na ato zhvillim drejtëza, se ishin kështu me derivata e gjëra. Ka pasur 2-3 mënyra të ndryshme domethënë se mund të bëjnë një njëjtën gjë. Ne përdorim mënyrën nga që kemi mësuar në kurs, që mësonin vërtet domethënë, përdorim mënyrën e atij. Unë kam ngelur në atë provim se përdora mënyrën e asaj, por përfundimi ishte i njëjtë. Po. Unë kam pasi rast. Dhe tash shiko çfarë ndodh. Gjatë gjithë kohës ti në shkollë mësohesh se si të ndjekësh vijat, edhe në asnjë moment nuk duhet të dalësh, duhet të bësh atë që të kërkohet sepse ndryshe you get punished. Po. Pastaj drejt në tregun e punës është komplet e kundërta. Kjo asmu kjo s'pëlqen. Është një histori që më pëlqen shumë, me Einsteinin ka plot histori shumica edhe të pavërteta, po këtë e di që është në lidhje me këtë. Einsteini kur po jepte një provim. Folëm, kur erdha këtu në Gjermani. Kur po jepte i provim, i thot ai asistenti vet, i thot asistenti ti ke printoj çik këto fletat, edhe vjen asistenti thot profesor, e dini tha që provimi që po jepni këtë vit, tha është i njëjti provim me vitin kaluar, po tha e di. Po si e jep njëjtin provim, i tha asistenti, ata studentët tha mund të dinë pyetjet nga viti kaluar. E po përgjigjet kanë ndryshuar, i tha. Kështu që kjo është ideja që të jesh kreativ, pra të krijosh një lloj aftësie për të dhënë përgjigje ndryshe, për mua është gjithmonë fitore e studentit. Edhe shpesh herë jam dakord po që në akademi ky lloj çësje dënohet. Edhe ky për mendimin ky është gabim. Nga gjenesa domethënë. Se shiko, atë vetdijen e plot pak në si meshkull. Për shembull ti je me vjen gjimnaz. Që janë gjëra që i mban mend me detaje për shembull. Se mban mend jam i sigurt që kem gjëra edhe nga filloria edhe nga nënveçarja. Po nuk kanë të njëjtën peshë, domethënë. Ti, domethënë, nga gjimnazia aty e ke, domethënë që e realizon edhe tani kur kthen kohën mbrapa, domethënë që i mendon përsëri shkon që that was fun. Domethënë që çfarë bën aty e. Kupton edhe ke ndonjë gjë aty ku ke studiuar ti? Ku i ke bër? Gjimnazin e kam bën Harry Fultz. Gjimnazin e ke bër në sistemi 4 vjeçar. Po, 4 vjeçar. Domethënë keni mësuar pak. Po, ishte brezi i parë, ishte me 4 vite në Harry Fultz, ndërkohë gjimnazet paralele me mua ishin 3 vite, po. 3 vite. Çfarë prodhimi ti? 93. 93, po. Shife. Tani i bie që ti ke mbaruar në 2013 kam marrë. 2013 kam marrë. Po, jam futur çik i madh në shkollë pranë. Mirë. Po, 2013 kam marrë ti, 2014 kam mbaruar të keni shkurtër? Po, kam qenë shkurtër. E pra. Që është në kënd stëndës. Ja po në shtëpi mos e çojmë shkolla akoma se rraf. Hajde kështu. Çfarë mban më që nga pjesa e gjimnazit plako?
Arifulsi ka pas qenë super shkollë, nuk ka pas pëlqyer shumë, a thon drejtën. Në Arifulsin e kemi pas, unë gjithmonë në Arifulsin e kam qyt banket. Ka qenë banket, sepse aty kisha që te liria, do me thënë, për me mos marrë pjesë në një aktivitet, edhe deri tek liria për të qenë pjesë e aktiviteteve që nuk ekzistonin në shkolla të tjera. Dhe kjo më pëlqente shumë. Edhe mënyra se si jepej mësimi dhe se si ishin profesorat dhe zyshat, më pëlqente sepse ti mund të hapje tema dhe mund të diskutoje tema rreth çfarëdo lloj ide ose opinioni që ti mund të kishe, dhe nuk kishte një lloj strukture të ngurtësuar që këtu vendos unë, këtu them unë. Lënda e anglishtës për shembull mund të kthehej në një diskutim rreth, ku ta di unë, filozofisë, politikës, ngrohjes globale, lloj-lloj temash, ose lënda e qytetarisë, e historisë, që të gjitha, domethënë që të gjithë profesorat kishin një lloj fleksibiliteti që më ka pëlqyer shumë në marrëdhënie me profesorat. E njëjta gjë ndodhte edhe me lëndët që ishin më teknike, se unë kam studiuar inxhinieri elektronike atje. Edhe në lëndët më teknike ti mund të diskutoje me profesorat në lidhje me zhvillimin e karrierës. Imagjino që një nxënës në gjimnaz përgjithsisht është pak e vështirë për të konceptuar që çfarë do ti që të bësh. Se ka dëgjuar ndonjëherë si fjalë. Ata diskutonin për shembull filani që ka pas studiuar këtu, ka vajt në Gjermani, bën këtë, ka punuar këtu. Një person tjetër ka vajt në Amerikë, punon te kjo kompani. Çfarë është informatika, çfarë është elektronika, pse kjo të shërben. Edhe kjo për shembull mua më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në lidhje me Arifulsin. Gjë tjetër për shembull që më ka pëlqyer aty ka qenë edhe studentët, nxënësit kanë pas qenë deri diku më të përzgjedhur. Pra, kishte kam pas shoqëri shumë të mirë. Mund të krijoj shoqëri me persona me të cilët mund shkruaje gazetë. Mund të krijoj shoqëri me personat që ishin pjesë e një elitë ndryshe nga që mund të kisha studiuar për shembull në Çajuk, një shkollë që kisha afër te lagjët. Po jo, po të shkruaje gazetë për punë karbonare kam qenë unë, ishte Gates, s'ka mundësi, e kupton. Po e kam fjalën që kishte shumë aktivitete. I gjë tjetër sillnin universitete nga Amerika, nga Europa, që vinin edhe prezantonin universitetet në Harifull, që bëj panajiri universiteteve. Shikoni çfarë bëhet re. E shoh sa mbrapa janë shkollat publike shqiptare, ne nuk kemi as me asnjë vend jemi. Ma i men për zotin kur diskutoja ndonjëherë me studentë që ishin në shkolla publike, nuk domethënë niveli i lirisë dhe i diskutimit ishte 0, dhe që të gjithë vunin tek provimet tek Arifulsi këtë kishte shumë të mirë. Pastaj edhe librat ne i kishim anglisht, kurrikula ishte super. Për shembull, librat që ishin anglisht teknike kështu, mbaj mend fizika që kemi studiuar ne, kishte ca shembuj, domethënë ushtrimesh, komplet praktika. Kupton, ti mësoje ato rregullin, ligjin e parë 2 Newtonit, po e mësoje me aplikime praktike, pra, me makina ecën rrugësh, semafori, ndërsa kur vinin bënin provime që ishin lidhje me olimpiadë ose matur, ishin ato ushtrimet shumë teorike, shumë të pakapshme deri diku. Domethënë duhet bëhet ti duhet mbyllet një lloj hapësire, një gapi që ndodhej midis ushtrimit dhe njohurisë që ti ke si njeri. Sepse sistemi në Shqipëri nuk i ofron mjetë e njeriu. Sistemi në Shqipëri është që edhe kjo shëmbëllet çdo gjë, si në politikë, si në familje, si në çdo gjë. Në Shqipëri ti duhet të jesh vetë zot, vetë shkop, duhet të jesh një njeri që i bën të gjitha. Ne nuk e pranojmë faktin që ti duhet të japësh mjetet dikujt, edhe me ato mjete ai do të japë detyrën që ti i ke dhënë. Jo. Ne pretendojmë që ti të thuash diçka dhe ai vetë do ta qemtojë atë, do të nxjerrë të gjitha ato gjërat njëri mbas njëri dhe pastaj të vejë aty ku. Se çka sensi ka kjo? Asnjë nuk e ka kuptuar akoma. Sepse nuk ka sens, e kupton. E thën drejt, kjo nuk ka sens sepse kjo është humbje kohe. Në qoftë se ti do studioje matematikë, do bëhesh matematicien, do bëj edhe teori. Shumë gjë, matematika teori është në princip, po që atëherë unë e kuptoj këtë. Vetëm atëherë, kur je student gjimnazit, ti ke nevojë për larmishmëri. Ti ke thellim inxhinierik, domethënë. Mua as nuk më intereson se kush e ka bërë atë teoremë. Fare, ore nuk më intereson fare, asnjëherë nuk e kam menduar. Unë do të di që
si funksionon kjo gjë, ja? Si mund ta përdor unë? Edhe kur mund ta përdor? Kaq. That's it. E kupton? Po. Jo, thua mua, jo po, ishte Newtoni, ishte ulur te pema edhe i ra molla. Who gives a fuck? Ku ishte ulur Newtoni? Ti kur jam provim mendon E për kupton. Newtonin që i bi molla. Po. Idiotësia që është, domethënë, ka shumë informacion që është vetëm Të s'bën me gjë, po mendosh për Newton. Sigurisht, është filler e plak, e kupton? Është Po. që është një fasa thjesht mbushje. Po. Thjesht për të mbushur faqet. Kjo është shumë e keqe, plak. E kupton? Nuk e di e plak. Shiko. Nuk e krahasojmë fare. Na thonë një gjë të keqe, të paktën që ka pasur Ari Fuxi, se shumë ndihemi keq në çike. Ndihemi shumë inferior që kemi studiuar shkolla kështu si. Po atëherë ku kam qenë unë se di si është anim, s'ka pas goca te këto për shembull për këta anko është që të gjithë domethënë. Po kishte ato Ose gota ka qenë në kuzhinë. kanë qenë tek se kishte tre deg pra. Ka pas ekonomi, ka pas mekanikë dhe këtë elektronikën. Dhe gjithë gocat ishin tek ekonomia. Po tani kanë bërë gjimnast përgjithshëm duket se di. Po kjo që ankoheshin që të gjithë. Po ka pas ta gjëra interesante. Po për mua për shembull vujtja më e madhe ka qenë kur vajta nga Harry Fulci që shkova në universitet në Politeknik, pastaj në universitet etapa tjetër. Po ti ç'a degë futur në Politeknik? inxhinieri elektronike. Kjo ishte atëherë ka qenë dega me më shumë pikë pas mjekësisë pra, që ishte tek te Politekniku. Po. Po kur vajta Politeknik, pasaj ato profesorët edhe nga që isha mësuar me këtë lirinë e komunikimit me zyshat e profesorëve që kishin Harry Fulci dhe një lloj pjesëmarrje pra në mësim edhe me studentët e tjerë që të gjithë ishin të lirshëm për me fol, kupton? Kur vetë pasaj në sistemin publik, universitar, bachelor, që për menimin tim, me qa kam ligju se masterin, kam ca shok, do më thënë që kam po masterin në Politeknik, edhe master ishte shumë i thjeshtë edhe më i lirshëm, do më thënë, për studentin. Po bachelori ka pas qenë të merë, do më thënë, me marrë me profesorët. Pse, për mu ka qenë një qik më e vështirë, do më thënë, me komuniku ide të tuat ose me kundërshtu ide që ty nuk të pëlqenin në lidhje me mësimdhënien ose qoftë me mënyrën se si mund të hartoj për shembull provimi ose se si ngelnin pra studentët pa arsye vetëm. Po, ose pa u dhënë arsye më vonë pse qysh tek. Një argument për shembull që kam pas dhënë atëherë ka pas qenë kjo që përderisa ishte dega me më shumë pikë pas mjekësisë, që këtu është ai ka arsimit të Shqipërisë pra. E si ka mundësi që ne dështojnë? Si ka mundësi që ne kemi student që dështojnë të mbarojnë shkollën, edhe që mbarojnë shkollën në 7 vite. Ku qëndron problemi? Përderisa ne jemi me pikët më të larta, atëherë unë mendoj që nuk qëndron problemi te gjithë studentët. Pra mendoj që është një lloj Jo, pa, atë beson, shiko, ajo është e gjitha ajo që thua që është ta sote, ku mësojnë ta sote, alla ta përtojnë, për lokalin, për kafe, idiotësira me brirë. Idiotësira me brirë, alla, dali, alla, se këta që kanë studuar për para qa, kanë ishin gjithmonë për libra ta. Ta dilin nga universiteti, vinin në bibliotek ta. Po, i ka për idiot tani se janë historira pralla me mbreq, kështu se thjesht, ne jemi vetëm popull plak që njohur, domethënë që mundohemi të mbajmë anën e sistemit. Mundohemi të denigrojmë atë që vjen. Underdogun e kemi halën në syne. Ti fillon studion atë edhe e sfidon sistemin, domethënë jo, kush je ti vëlla, erdhe ti do na sjellësh shumë bërë ti. Ndryshimin. Kështu kjo më plak. Për shembull, më mend një rast që kemi pasur aty, unë pa të keq, kishim një profesor që kishte qenë në Amerikë që kishte studiuar, kishte ardhur këtu në Shqipëri dhe tha se unë kam marrë këtu në Shqipëri me shpresën për me bëj diçka më ndryshe, me rregullu, kjo ka qenë bachelor, pra, me bëj diçka më të mirë, më ndryshe, po këtu s'bëhet dhe unë pa të keq, kuptoj thashëm, po profesor, po pse s'bëhet? Thashëm, ku qëndron problemi? Më pa më kështu tha, po ti me këtë tallesh, më thamë. S'po tallem, bëri thashëm kurioz me e ditë që ç'a shef ti që nuk shkon, pra. Mirë, tha, këto mund të flasim në një ditë tjetër. Domethënë, komplet koncepti që ishte krijuar aty, studentët nuk flasin. Mu kjo për shembull më shumë thjesht një inmate, ti një burgosur që duhet të dëgjosh atë orën e propagandës, domethënë, edhe mbaron. Po gjithsesi, ishte edhe gjëra të tjera shumë të mira për shembull. Ato njohuritë bazike
ku ta diun të matematikës, telekomit e tjerë. Unë i kisha mësuar edhe në Harry Fulls, po në universitet ishte shumë e thelluar, në të kohë shumë e vështirë. Për shembull, aty në universitet unë kam mësu si njeri si me nejt ull 3 vite me punu me gjona që ty s'pëlqejnë edhe të suksit, me medalje suksesshëm, pra me e kalu. Është një lloj Mire, ka një farë lloj përparësia. Është kjo disiplina, pra. Këtë disiplinë ta jep. Po është kanë zajnë mosabanisht, do të thonë që mund të jetë, po nuk do të jetë domosdoshmërisht të plot. E drejt. Ose më duhet të kuptoni një farë faktin që do të shikojmë siç bëjnë në Angli, siç bëjnë në Amerika e tjera. Po. Jemi student plako. Ti presupozohesh automatikisht nga që mëson edhe vetë, independent, domethënë ti bësh një research vetë. Të ky lloj sistemi nuk ta jep mundësinë se ti do të bësh vetëm ata që thonë ata dhe asnjë gjë tjetër. Çdo gjë shtesë në shifet me sy të keq, domethënë. Unë e kuptoj të pjesën e humble-it, por nuk i takon universitetit. E drejt. Edhe unë me këtë jam. Ti atë mund të eksplorosh vetë kur janë në karrierë, pra. Ka persona shumë suksesshëm karrierë që s'duan të merren fare me disiplinën, edhe se çfarë bëjnë tjerët, janë kontribues individual, janë ekspert në atë që bëjnë, edhe janë shumë të suksesshëm, nuk kanë lidhje me kompaninë, me disiplinën, edhe të qenit pjesë hierarkisë manageriale. Bravo, sa edhe për mua, këta janë individ cilët meritojnë të kenë atë rrugtimin e vet të mësimarrjes dhe të edukimit individual dhe të kontributit në të njëjtën kohë. Nuk janë që gjithë pjesë e sistemit që duhet të jenë të disiplinuar, të jenë të mësojnë tulen edhe të bëjnë gjona siç i thuhet. Mendoj që edhe këtu do të dalë domethënë që ti je shembull, se ti je software engineer. E përsërish? Po. Kur për para ca kohë edhe muhabetin bashkë po tregova ti për ditën time, tregova ti për ditën tënde. Po. Tani vllai, unë kam zgjedhur vetë që jam produktiv më. Gjithsesi ti ke zgjedhur vetë që ti e ke 2 orë pas meje, domethënë etj etj. Ti njerëzit që janë kopfabajtë që i thonë gjermanë, njerëzit që punojnë me kokë, që nuk punojnë me duar, që nuk janë fabrikë apo një gjë tjetër. Ti nuk mund të thuash që po do vish ti vllai në orën 7 këtu edhe do fillosh do qepësh brekët. Jo, mos zemra. Jo, mos zemra se ti a kërkon produktin zotëri i dashur. A kërkon produktin? Çfarë të hyn ty në punë se unë e bëra këtë në mëngjes, e bëra në darkë apo e bëra natën se s'muzim të gjumi. Në drejt. Edhe në Shqipëri kjo është shumë e theksuar, edhe është e theksuar në një masë aq shumë të pashëndetshme, plakos atë edhe pronarë që nëse ti ja bën që po vllai të duhet po. S'ka gjë ta bëj unë. Po bëj, po shikoj që po e bën. Po çka ke vlla? Unë do ta jap. Po, presioni është. Jo, po do ta shikoj unë ç'ta bën ti. Po pse valla do ta shikosh? Ti do produktin apo ti do të ndihesh superior ndaj meje që unë po bëj atë që më the ti? Po, presioni në Shqipëri është shumë i lartë. Edhe ndonjëherë kur e mendoj për përfitimin që ka dhe për madhësinë e tregut që ka, presioni është shumë i përshkallëzuar, pra ka një nivel shumë të lartë në krahasim me çfarë përfitimesh ka dhe çfarë kërkon tregu më bursëtim, nuk është se po shpik mënyra të reja të mënyrë se si funksionon ndërtimi ose marketingu ose inxhinieria janë të gatshme, pra janë shablon. I ke, janë gjatë bërë. Përdorimi është risia. Po, përdorimi, po. E gjitha pastaj unë mendoj që kalon prapë te kjo tek pjesa e egos dhe gatekeeping, pra, që këtu është ai sistemi i ngurtësuar që të lejon ty me ec përpara, pra, edhe në nivelin e punës, pra, që prandaj ushtrohet ky lloj presioni që të mbahen strukturat siç janë, edhe mos të evolojnë. Unë shikoj kjo është një lloj pronarie moderne, domethënë se normalisht një person që s'ka pasur asnjëherë të drejtë flasë në orë të mësimit, edhe nëse pastaj nuk do të negocioj rrogën plak. Po, e drejtë. Nëse do të jap 10.000 lekë ty, po puna ato bën 20. Ti por aty s'të ka shkruar ndonjëherë në mendje deri në momentin e parë, domethënë që ty ta thotë dikush tjetër, që në fakt ti e vendos vlerën tënde. Ka shumë njerëz që janë të bindur që ka shumë njerëz që nuk e dinë akoma që ti e vendos vlerën e punës tënde. Se sa jafta jeti ta vendosësh është punë tjetër, sepse nëse unë bëj punë që ka vlerën 100, duan 150, atëherë unë kam thjesht delusion, nuk e di ta vlerësoj. Po kjo është mbi mua. Po njëta gjë është kjo është edhe përparësia, po edhe detyra ime që unë ta vlerësoj objektivisht, sa objektivisht të mundshëm, dhe të negocioj. Zotëri i dashur, kush sa është përqindja e prindërve që ja thon fëmijëve? 0. Shumica e prindërve thotë, ule kokën aty se jenë punë, pak po të mbajmë bukë.
Po. Po e shifsha e po punoj më. Po zemra, po unë nuk jam të cepi deri tani them. Jo më zemra, unë po jap. Ai nga mua po merr lek më, duhet të kuptojmë diçka. Në momentin që unë jam i punësuar diku, automatikisht ai që fiton më shumë nuk jam unë, është ai. Po, e drejt. Kjo është e sigurt. Se për çfarë nuk do hapë biznesin? Valla, një njeri ai personi që nëse nuk do fitonte nga mua, për çfarë do hapte biznesin? Po. Për çfarë do merrte njerëz në punë? Këto e kanë të vështirë shumë në Shqipëri, akoma fatkeqësi shumë. Shumë. I tha fëmijë, jo ri, jo i bëjnë të. E pra, ke të drejtë, ore je human valla. Eksaktësisht, po, dhe unë në këtë jam. Se dihet. Për sa kohë mbarove ti, e mbarove mirë atë? Po, për 3 vite, e mbarova siç ishte e përshkruar, po. Bravo, çao. Po, isha nerva unë 3 pastaj punova në Shqipëri për 1 vit e gjys, gati 2 vite. Çfarë punë? Kam punu si web developer, design, edhe pastaj digital manager në një agjensi. Po, puna në Shqipëri ka qenë interesante. Kam njoft ca njerëz për shembull që me vërtet kam kriju marrëdhënie shumë të mira dhe më kanë pëlqyer, kanë qenë ndikim shumë pozitiv për mua me i pa gjonat me sy tjetër në jashtë tregut shqiptar në të njëjtën kohë. Po ka pas edhe eksperienca të pakëndshme në të njëjtën kohë. Përgjithsisht, ajo që kam vënë re unë, Shqipëria vuan pak me menaxhimin e mirë të kohës, punonjësve edhe të drejtimit pra. I shok që kam këtu italian ka thonë një gjë interesante që kur punonim këtu te Zalanda sa i s'shmo, e bëni atje në Itali e tha, gjithë individët janë shumë më të zgjuar, janë shumë kreativ, pra kanë më shumë individualitet si persona. Menaxherat tha pastaj janë shumë të vështirë për të punuar. Janë hekur thysë, bime që kanë kokë. Kurse këtu në Gjermani është e kundërta. Individi ditë bëj gjë, e bën mirë, edhe aq. Menaxherat pastaj janë persona të cilët dinë ta orkestrojnë komplet këtë grupim njerëzish. Prandaj ne duhemi shumë. Unë mendoj që ne jemi tek pjesa e Italisë, pra nuk kemi orkestrim të mirë edhe leadership, jo, të që tash prandaj për shembull njerëz si unë edhe ti e gjejnë veten mirë këtu me këta menaxherë. Ose këta menaxherë arrin e kuptojnë se çfarë mendje kemi ne. E kupton? Edhe janë shiko, kudo që të jesh plako si shef, si këto CEO, si menaxher i thjeshtë, domethënë këtu në Gjermani nga që kanë atë lloj kreativiteti që kanë shumica, jo të gjithë. Kur marrë njerëz punë që është eksperiencia e personale, për shembull çdo punë që kanë bërë në industrinë time, është që në momentin e parë ata shikojnë që dalet vllai, ky pas ka ego, plak, e kupton? Unë i thash bëj 3, ky bëri 5 valla. Pse i bëri 5 kjo valla? Ai Gjermani thotë, "Vajora 4." Mic drop. Po. Tash punë mbaroj. Ky budallaj është deri në orën 7. Çfarë bën ky deri në orën 7, plak? Po, është Shqipëri. Ja, vjen dashuri me ty, ta gjermanët, se nuk e din ata që ti ke ego personal, që do të arrish diçka, që ti nuk do që të jesh 15 vite këtu, ti do që të brenda 6-7 viteve të arrish diçka, domethënë nuk janë mësuar me të faktin, edhe përputhen edhe e gjejnë vetëm, domethënë prandaj ke edhe një vlerë të shtuar. Po diçka ka ndodhur herë, më ka çuditë në fakt, se në Shqipëri kur punonin te një nga këto punët pra që kanë pas qenë që të gjithë gati shumica rrinin overtime, pra punonin pas orarit. Edhe unë kisha atë programin tim se jam pas marrë edhe me projekte ose më pëlqente me dalë dhe isha pak më i ri në krahasim me grupin tjetër. Gjithmonë tentoja të mbaroja në 5:30 kur e kishim orarin dhe gjithmonë e vija re që kishte një lloj presioni, pra po ti pse ikën para kur ne rrim që në 8, a kupton? Sepse unë jam nejse, ashtu ishte kriju komplet kultura atje. Si jam vllai që s'kam plan, kam bërë planin vllai. Ashtu rrinim pra, dhe mu kjo s'është më pëlqente, po këtu në Gjermani për shembull, kur po flisnim me i takim, edhe po i thosh atyre, po se pash të dielën, domethënë studiova diçka dhe dola në këtë përfundim. Edhe kur më shkruan shefi veç, tha mos thuj më, tha që ke punu jashtë orarit, tha sepse nuk dua që të promovosh një lloj kulture që punonjësit të punojnë jashtë orarit. Çdo gjë duhet bë mrena atij orarit që është caktuar, pra. Ky ishte mesazhi që ti nëse ke qef ti mund të studiosh çfarë dush kur dush, a kupton? Por që të thush që ke punu jashtë orarit nuk është mirë sepse duket sikur është
e pa drejt pra për tjerë që ti merr në një farë mënyrë Që avantazh. është prap nga një anë është fucked up. Domethënë, kur i thosh ti tregon i jepi shikoj I'm putting value, domethënë po vendos se po mbi vendos vlerë masakte dhe thoj që mos i vënë ndryshim tjetër. Unë mendoj se të dyja gjërat janë të gabuara, që thonë, që ndosin në Shqipëri si këtu domethënë. Unë mendoj se në Shqipëri është e gabuar që ti ke presion të rish kështu. Dalë vllai, sepse shikoj, unë mendoj që më korrigjojnë nëse kam gabim. Shumica këtyre që rrinë më shumë në Shqipëri në punë nuk rrinë se është për shefin. Është për shefin. Për shefin, po. Kurse këta që rrinë këtu domethënë që vetë ora 4 edhe kur ti rrin më shumë i vjen natë se e kanë frikë se mos do mendojnë të tjerët edhe automatikisht do i vide atyre. Jo, plako, can you just leave me be? Like, unë dua të bëj atë që dua të bëj unë, plako. Unë s'po të mbaj, unë po të them të hajde riti me mua. Fiks. Ç'mund të prish? Po, dakord jam. Ai thjesht e kishte me këtë sens. Dakord jam me ty. Po thjesht më pëlqeu shumë koncepti pra që mos e promovo. Edhe kjo mund deri diku, domethënë kush do që ta bëj individualisht është okay, për ti mos e promovo sepse është ajo është kulturë, normalisht. Po. Jo vetëm ose shikoj për kundër kulturës. Ajo gjëja që s'm pëlqen, nuk më pëlqen më kur ai e thot kundër kulturës. Unë shikoj ndryshe. Unë shikoj mos e promovo sepse kjo është ideja jote. Po. Unë me këtë jam. Po. Kur në fillim fare kur kam filluar të punoj me Lucian tash normalisht është në hierarki më sipër kur e shikoj në projekt. E kuptosh? Unë përpara isha inxhinier i zbatimit. Por tash jam big curiosity domethënë i projektit të gjithë. Po, i big curiosity. Edhe kur hyra atu në fillim domethënë normalisht nuk kisha ego plak. Kupton, kisha orarin deri në 4 domethënë. Orja deri në 7. Për të shkuar orën se isha me orat edhe akoma si isha fiks domethënë, i shkuar deri në 6. Nuk i shkuar orën, se ishte një gjë që unë ria vet, thjesht lexoja si janë formuluar kontratat, lexoja si janë formuluar pozicionet që nesër pasi nëse do vjen diçka unë ta merrja, kupton? Derisa i tani në një stadi që i thonë që, okay, vi unë në punë, unë do i shkruaj orët. Atë i bëjë student, shkruaj 20 orë. Unë një punoja 13 orë, një 23, e kërësish. Ikja në njërë në 3 na puna unë, pastaj në një ditë në darkën, të diel në darkën. Më kujtohesha futesha në shtëpi, bam mbaroja. Po. Edhe si arrita me faktin që shife. Unë i dhash një farë inputi vetes, unë bëra një investim, pa ditur nëse do merrja diçka mbrapsht, derisa arrita një lloj standardi. Ka që unë arrita të standardin, pas në binjet e mia, unë të them ty që ti nuk më pyet mua dot më se kur vi unë punë kur ikun na puna, ti më them ti do më thosh mua vetëm se çfarë të duhet. Po pra. Edhe është puna ime se kur ta bëj unë. X. E ke parasysh? Ose dhe bi dakord me një lloj timeline, me deadline. Edhe ata ishin atyre në fillim si pëlqeu. Po kupton se normalisht është një çik brutale nga ai, unë jam rrot patak, ti e di. Edhe na i herë duhet me qenë ashtu për gjëra që të interesojnë. Normalisht, e kupton. Shumë e justifikueshme. Është për mua është shumë e justifikueshme. Po. Se akoma unë isha duke bërë plako se doja të mbaroja shkollën, se ma mori shpirtin, edhe isha duke bërë nga 9 module. Kupton, do unë s'kisha kohë të vija tani nga ajo të ikja në zyrë të ikja atë projekti jo vllai. E kupton, unë do vija te projekti, shikoja çfarë ishte bërë atje, mbaja shnimet dhe ikja në shtëpi, i bëja në shtëpi, sepse në shtëpi mund të bëja edhe gjërat e tjera që duhet ta kisha bërë. Po. Që është të flesh gjumë, të bësh tjetra që të plotësohen orët e gjumit se do vesh nesër pas mësimit. E ke parasysh? Edhe në këtë lloj mënyre arrita atë standardin domethënë, tani që jam në punë për shkak normalisht kam një vi. Unë për shkak me mëngjesi për ne normalisht jemi do mosdoshmërisht sepse në një projekt tjetër ai që është projekt që e ka lekun domethënë nuk është problem. Po te ky që është me buxhet të përcaktuar domethënë plak këta janë si fëmijë. Thu jam i detyruar unë që minim ose shpejtës vonësia më e madhe në orën 8 do të jem atje se s'bën. Se nëse unë jam atje, ata atje ngel çdo gjë. Për këtë e kemi një timeline. Po ideja është që mbrapsht mua nuk pyet njëri. Nëse unë ikin në orën 2, ose nëse ikin në orën 4, siç kam marrë 2-3 herë këtu që pirën ai got për shërimin tonë domethënë, do më pyet njëri pse? Sepse puna ime domethënë edhe mënyra se si unë kam shitur veten edhe performancën time, domethënë vlerën që i kam thënë o zotëri i dashur. Nuk ka rëndësi fare për mua se ku është çfarë, vetëm thoj çfarë duhet dhe unë jam i aftë që brenda telefonatit të them bëhet apo s'bëhet. Nëse bëhet, do e di unë si e bëj, nëse s'bëhet, vetëm gjej njëri tjetër. Kaq. Po, mu për shembull këtu në Gjermani edhe në anglisht, edhe në angli kam punu. Kjo më ka pëlqyer shumë domethënë që këta individ, cilët kanë një lloj independencë, pra një lloj lirie në të shprehur, në kreativitet, në inovacion, përgjithsisht promovohen.
Ja, nuk e them vetëm në sensin e titullit, pra, po promovohen si persona të cilët marrin më shumë përgjegjësi. Tregohen si unicorn. Po, sepse është e dim pra që aty flej inovacioni, dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme. Edhe e shoh shpesh kam pas shpesh, domethënë shoqëri ose persona që kam njohur që e kanë një lloj kreativiteti dhe një qasje ndryshe ndaj të parit botës ose gjërat, kupton? Po gjithmonë e kam vënë re që i mungon kjo që the ti pa takt, pra. Që nëse ty t'intereson një qëllim që të arrish diçka, atëherë unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ti të kesh atë lirinë tate dhe aftësinë për ta kërkuar. Edhe nga sa kam parë persona të cilët kanë atë zgjuarsinë që themi në IQ-n ose që mund ta masësh me IQ, përgjithsisht të mungon ky faktori tjetër pra i të kërkuarit që ta aplikojnë dhe ta bëjnë diçka. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme, si tek negocimi i rrogës që the çfarë, si tek mos ndënjurit brenda disa vijave që të vendosin tjerët, si mos ndënjurit ulur vetëm në karrikën tate. Për mua për shembull një nga gjërat më të bukura është më çu nga karrika me vajt me fol me dikë që s'bë punën time. Unë kjo më pëlqen goxha, domethënë, edhe është një artikull që më ka pas pëlqyer atëherë është i designer Tobias van Schneider. Shkruan shumë lezetshëm ca artikuj edhe e kam njohur këtë nga një artikull që thoshte The day I became a better designer was when I didn't stay with designers anymore. Do të thënë dita kur u bëra designer perfekt më i mirë, është dita që filloi të rrinte me persona jashtë rrethit të designerave. Dhe kjo, sepse aty fillova të kuptoja se çfarë duan personat e tjerë, pra dhe se si fusha ime ndërlidhet me atë që kërkon tregu, me atë që kërkojnë personat e tjerë. Edhe është dizajner shumë revolucionar, për shembull ai ka dizajnuar Spotify modern, siç e përdor. Po plak, kjo është. Do ta dërgoj si artikull, është shumë i bukur, mund ta linkosh. Ndoj plako. O plak, po kjo vlen për çdo gjë më plak. Në drejt. Se unë i vë re për shembull. Sa spektakolare plak. Është shumë artikull i bukur, është i shkurtër, nuk është i gjatë. Se normalisht kur merr një informacion do ta kthesh një nga vetja dhe ta kuptosh më mirë, domethënë tani që po mendoj. Po plak, shumë gjëra që i përdor te puna ime, domethënë nuk kam mësuar nga inxhinier. Unë mendoj që si është shumë i mirë i kësaj, duke marrë parasysh profesionin që ke, po edhe çfarë ofron për publikun, edhe kuriozitetin që ke. Mendoj që të jepi një artillerin, nëse mund ta quaj, një arsenal dieje. Wow. Cilën ti mund ta aplikosh në momentin që ty të vjen një projekt, pra, ndërtimi që është në lidhje me, ku ta di unë, me kulturën, me komunikimin e tjerë. Ti je inxhinier shumë herë më i mirë se sa dikush që di të bëj vetëm pallate, pra. Sepse ti ke ndërvepruar me persona cilët njohin artin, cilët njohin podcastin, cilët njohin komunikimin. Edhe ti je në gjendje që ta konstruktosh e të sjellësh një strukturë e cila mund të shërbejë shumë më mirë për personat. Po plak, të mendojmë me zë të lartë tash, edhe brenda industrisë. Po ka sa vleka kjo plak, se kisha nuk më kishte rënë në mend një gjë e tillë. Është kaq sot. Unë edhe brenda industrisë, për shembull, kur kam filluar të punoj brenda industrisë, nuk kam shumë rrallë kam ndënjur me inxhinierët e tjerë. Zakonisht kam ndënjur me ato format, me teknikët, me punëtorët e thjeshtë, domethënë. Babi më thoshte gjithë kohën, që babi ka qenë usta mjesë ndërtimi, dhe shi ka marrë projektet nga dhe i ka nxjerr të mbaruara vet. Edhe më thosh, më jepin këshilla që duhet si me punëtorët dhe sillesh kështu, ka atje, ka këtë, shiko se ka hallë, ka qëra, pastaj edhe kur jam filluar në përfshim me arkitektët edhe e shikoj atë këndvështrimin e tyre. Pastaj me këto të elektrikës, domethënë me këto që bëjnë një sisteme aerini që ka komplekse të tjera që si mendon ata ose me muzikantë, me artistë, domethënë. E tani që po mendoj shumë gjëra që unë përdor në përditshmëri, për shembull, sidomos kur kemi negociata, për shembull, kur kemi meeting të mëdha që janë thjesht ajo është battlefield, domethënë. Edhe tani që mendoj asnjë gjë nga ato që unë bëj atje, domethënë nuk vjen nga ajo që kam me inxhinier, po vjen nga njerëz të tjerë që më kanë thënë dikur në një vend diçka, domethënë, dhe unë kam të ngulitur të diku dhe e përdor ashtu siç më intereson mua ta përdor në momentin. Ja, ka thënë Bill Burry, that's why you need to hang out with everybody. Jo, Bill është shumë interesant, nuk pëlqej goxha. Do vetëm.
Në 6 shtator. Në vërtet, e di, do shkosh. Okej, mirë, do ta blej dhe unë pra. Blie. Okej, super. Po. S'u diskutoj. Po, e di ku e kam kuptu tjetër këtë konceptin e kësaj, pra rounded knowledge, si thuhet në anglisht, njohuri gjithanshme. Po. Është tek ai libri Mastery i Robert Greene, është një kapitull i plot që flet për këtë nevojshmërinë e të qenit i gjithanshëm, pra dhe për të kuptuar shumë koncepte të stilit të jetesës. Edhe gëzuar. Edhe më pëlqen shumë që është gota në vrim. Edhe më pëlqen shumë se i gjithë kapitulli, shumica e kapitullit fokusohet tek Leonardo da Vinci, pra. Edhe shpjegon pse është e rëndësishme kjo gjithanshmëria e njohurisë tek një individ, po që më pëlqen se e merr shumë shpesh si shembull Leonardo da Vinci që për shembull ka dhënë konceptin e parë të biçikletës ose helikopterit, dhe një kohë ka bërë Mona Lisën, edhe kjo me mu ka klik në një farë mënyrë që një person që është kurioz mjaftueshëm për të kuptuar aspektet ndryshme që të jetës që rrethojnë, atëherë me action duke vepruar mbi këto njohuri që ka, atëherë mund të sjelli në fryte shumë interesante në jetë, pra. Edhe unë gjithmonë kam qenë domethënë dashës i kësaj edhe kuriozitetit në tërësi ndaj po se ka vënë temave të ndryshme. Dhe je lexuar domethënë në tema të ndryshme, jo domosdoshmëritë që kanë bënë ndikime të parë. Ajo që më interesonte mua plako është ajo që e diskutuam deri në fundit bashkërisht për shefin ton, duke pirë edhe pjesa e artit të plak. Kjo gjë që bën ti. Po. Të filmë prezantojnë që është gjë e bukur, po normalisht nëse ka shumë tregun shqiptar të thënë, mos s'ka fare, po nuk e di, se nuk di, që të them që ka apo s'ka. Edhe duke më qenë se sa klasicist jam unë, domethënë, dhe sa old school jam për sa i përket artit, domethënë, edhe unë arrita që u binda, domethënë, që unë mendoj se është standard i lartë, jo për të mburur veten time, por që mendoj se është standard i lartë sepse jo se unë jam artist, no. As kritik arti nuk jam. Po kam disa vija të trasha, domethënë që e kuptosh diçka do të plotësoj një farë disa lloje kriterë që të futet, domethënë, dhe mbas shpjegimit ose mbas shpjegimit, arti nuk duhet shpjegohet, mbas prezantimit të mirëfillt, domethënë atëherë edhe e kuptova çfarë është kjo që bën ti apo. Po edhe më saktë, para se të bësh që pasi ta thosh që çfarë është, pse e bën? Jo, është pyetje shumë interesante. Po, okay, me përshkruaj pak artin, se as unë jam kritik arti, por që ajo që më pëlqen më shumë dhe vlerësoj, është kjo, pra, që njeriu duhet të jetë i aftë ti ofroj vetes mundësi për të ndërvepruar me elemente, me aspektet ndryshëm të jetës, të cilët ai është kurioz për të ndërvepruar me. Edhe në këtë rast mund të jetë, në rastin tim është arti vizual. Edhe në të njëjtën kohë ndërthuret me coding, pra unë bëj generative art, që mund të shkruaj një algoritëm në JavaScript ose në Python ose në C, dhe ky algoritëm pastaj mund të gjenerojë art të pafundëm, pra konceptualisht, që vetëm nëpërmjet limiteve dhe logjikës që mund të shkruajë një algoritëm, ky algoritëm mund të gjenerojë një pafundësi versionesh të atij vizuali që unë jam përpjekur të përshkruaj në kod. Me që pyetën nuk njeh shqiptar tjetër, unë të paktën njeh vetëm një shqiptar tjetër, Dorontin Koçin, e përshëndesim. Është edhe ai bën shumë art interesant në lidhje me post edhe shpërndaje, edhe do ta shpërndaj te Dorontin. Ta bëjmë Dorontin, marrim podcast, jemi Dorontin podcast. Mund ta pyesim pse jo. Pyesim. Po. Edhe Dorontini bën generative art, edhe mua më pëlqen, është interesant. Po kjo në fakt nisi, unë që kur kam qenë, po, dalim te kjo. Do të kesh çik parasysh. Çfarë generative art, plak? E kupton, do ta thosh me mo, se unë e bëj të njëjta gabime, po që
do më thënë, si mendojnë që është gjeneza tek pjesa artistike, se unë nuk e kam konsideruar ndonjëherë art, a kupton, kjo gjitha ka qenë si tip loje, pra ti eksploron kodin, edhe në të njëjtën kohë kodi gjeneron diçka, edhe nuk është se e konsideron diçka të jep thjesht një satisfaksion edhe aty bëhet art. Kjo është, po, deri në momentin që ti prezantohesh me tregun, në momentin që ti kupton tregun e artit, që është shumë i pakuptueshëm dhe shumë i vështirë për të qenë pjesë e tregut, në momentin që ti kupton atë, është shef që dhe kjo çfarë ti bën mund të jetë pjesë e këtij tregu. Në të njëjtën kohë dhe mund ta konsiderosh art në atë pjesë. Po kjo ka nis më mend që më ke thënë një herë që hera parë që ke pasi kompjuter kanë qenë një nga ato të bardhë, për që nga ato të bardhë atë. Ashtu kam pasën edhe unë që kam marrë kompjuter, kam qenë klas 6 atëherë dhe erdhi njëri që kishte internet kafe, morëm internetin nga ky. Dhe ma bëni mu shifi këto dy aplikacione, ishte Photoshopi edhe AutoCAD-i. Më tha, shifi përdori këto se këto do të duhen gjithë jetën. A kupton? Edhe hapa i herë unë, ku klase 6 më burr ku disha unë të jetë ja dum, fix, po. Edhe maj me një herë, kam pa i video në Facebook atëherë, kur vajta nga klasa 9, viti parë, diçka e tillë, dikush që bënte diçka në Photoshop, e thashë, s'ka mundësi, ky aplikacioni që kam pas për vite këtu në kompjuter, mund të bësh këtë gjë, nuk e di se çka kishte bën një Photoshop. Po, Photoshop. Edhe jam përpjek me e bë, kam nejt 5 ditë, 6 ditë veç për ta bërë siç e kishte bërë ai. Dhe në ato 5-6 ditë për të kopjuar se çka kishte bërë dikush tjetër, kam mësuar aq shumë gjëra rreth programit, saqë nuk mund të mësoja dot me nuk e di, por që ndihmoi goxha. Dhe aty fillova pastaj të eksploroja këto pjesën vizuale, edhe e përmendëm dhe Fullsin çfarë, kishte shumë hapësira domethënë me bë postera për evente, dhe këtu fillon të jesh edhe pjesë e një rrjeti. Dikush mund të kërkonte për shembull me i bën një logo, dikush mund të kërkonte dhe fillon bëhet si mënyrë përfitimi, pra. Duke qenë gjimnazist, duke fitu lek nga diçka që ti thjesht po e mëson në të njëjtën kohë. Kjo ishte shumë eksplorim interesant për mua në lidhje me ndërveprimin vizual dhe të krijuarit elemente vizuale. Pastaj edhe rrjeti, duke njohur persona të tjerë që bëjnë të njëjtën gjë, fillon të flet, jo një i afërm, një shok, një mik, edhe fillon të mëson elemente të tjera plus të kësaj fushë. Po në të njëjtën kohë kisha studiuar dhe inxhinieri elektronike, edhe isha fokusuar te pjesa software-it për disa vite, edhe kur shkova pastaj në Angli ishte komplet investim në pjesën e software-it dhe në engineering, dhe e kisha lënë pak pas dore këtë pjesën e vizualit, nuk isha marrë më. Deri momentin që shoh në Amsterdam, ishte dikush që jepte një workshop code art. Edhe unë me vete isha që ç'a është code art, a kupton? Unë e di se ç'a është vizuali, po e di se ç'a është kodi, po për mua këto nuk ngjisin, pra nuk po pra how do you connect the dots? Po kështu unë ndjeva dhe unë herën e parë që ti ma the këtë. Edhe pastaj kur shkova tek ky workshopi, ai ka thënë vetëm një fjali aty nga gjithë workshopi që ishte shumë helpful, shumë interesant, domethënë një fjali tha që më ngeli me mua. E tha se juve kur përdorni ato programet e Photoshopit e kështu, ai mbrapa është kod, tha. Kur ti shtyp një buton, ekzekutohet një funksion. E ti këtë funksionin tani mund ta shkruash vetë, edhe mund ta shkruash si dush ti. Jo siç e ka programuar ai personi që punon te Adobe për kur ti shtyp butonin, kupton? Edhe këtë ka të mirë pra pjesa e artit gjenerativ, sepse ti në të njëjtën kohë kur shkruan një algoritëm, ti ndërton një mini aplikacion pa butona, domethënë, që të gjeneron një artwork caktuar. Pra mund të shkruash një algoritëm, se rasti konkret i këtij artworkut që kam bërë vetë, mund ta shfaqësh aty, domethënë kjo mund të krijosh për shembull rrath që kanë një lloj gradienti në vetvete, gradient angular. Edhe këtu mund të replikosh gjëra të ndryshme për buçin këto. Edhe një për të studiot e shtëpia, një gjë të tillë, ta vëmë në background. Po shumë mirë. Do të hapet kështu me certifikat autorësie. Po. Sepse normalisht të podcast është komunitet, nuk jam unë. Unë jam thjesht intermediator. Po plak. Pastaj, edhe kur isha aty në Amsterdam, fillova me eksploru në vetë, dhe kjo më ndihmoi, ishte përfitimi dy anshëm, pra. Mësova si me kriju vizuale interesante që mund pëlqenin se
Mu si person ka pëlqyer gjithmonë shumë gjeometria, fizika dhe e kemi foli çik edhe për këtë për brutalizm, pra që më pëlqen, mund të them pëlqen se di si është jetosh në një ndërtesë brutaliste, por që më pëlqen edhe më bën çik më tërheq ajo pra geometria dhe fizika më pëlqen edhe mua, po brutalizmi. E ka atë domethënë rrjedhimin e gjeometrisë në një format shumë që mua më pëlqen vizualisht, po. Edhe duke eksploruar kodin lidhje me artin, ishte kjo pasaj bumi i NFT-ve, edhe pash që shumë persona kishin filluar me shit NFT të artit gjenerativ. Edhe këtu vendosa me i bë publike disa punë artistike që kisha bë deri në atë pikë, fillova pastaj duke eksploruar mënyra të tjera për me bë kod. Edhe derisa kemi arritur këtë pikën që kam kriju këtë biznesin e generative fine art prints. Edhe kjo është një format i ri që nuk ekziston në treg, të cilin po përpiqem ta shndroj në një marketplace për gjithë edhe për të tjerë që artistat, po që janë pjesë e artit gjenerativ. I gjithë koncepti i platformës, pra i biznesit është që ti si klient mund të zgjedhësh një algoritëm edhe ti mund ta gjenerosh vetë nëpërmjet algoritmit të gjenerosh artworkun që edhe duke gjeneruar ti mund të zgjedhësh atë versionin që ty të pëlqen më shumë. Edhe mund të blesh në përmasa të caktuara siç e vendos vetë artisti dhe ty kjo të vjen me një printim fine art që përdoret në muze me një certifikat autorësie, edhe kjo bëhet pjesë e portfolios tënd si koleksionues arti, pra duke marrë parasysh që artisti mos do të kesh domosdoshmërisht dhe koleksionist, mund të kesh edhe diçka që e bën e drejt, po do futesh në një banesë të re, nëse kjo gjë të pëlqen. Po. Mua më pëlqen për shkakun, po. Megjithëse unë kam shumë të rrethi, unë kam qef rrethi, unë kam shumë qef katror. Kjo është një version katror. E duhet të shkosh ta gjenerosh. E di, po shikoni, do t'i vëm që ta dini ju të gjithë njerëz që ta keni parasysh, që edhe për ata që s'rin deri në fund të episodit, faqja ku mund të plako ku është available në Shqipëri, po është vetëm. Po, është në gjithë botën. Kjo është e gatshme në të gjithë botën që mund të porosisni, mund të gjeneroni artin tuaj, domethënë unë e kam klikuar një dy herë vetë, është shumë fani, është edhe procesi është shumë i bukur në fakt, por ideja është një çik për njerëzit si puna ime që duan shumë, është çik e vështirë të vendosësh se dalin shumë gjëra të bukura në njëjtën kohë, edhe kjo është shumë vështirë të vendosësh, edhe nuk ka shumë mure në shtëpi sa të vendosësh gjithë ato. Kështu që në description në YouTube këto gjëra do jenë si profili Instagramit, si website-i, domethënë dhe informacionet e tjera që ju duhen, kështu që nëse ju intereson kjo gjëja, shkojeni hidhni një sy se edhe nëse ju intereson shkojeni hidhni pra një se jam i bindur që për punë 2-3 minuta domethënë do e gjeni veten atje dhe normalisht ndihmoni dhe brezin e ri, ndihmoni dikë që ka nisur diçka se ju se më marrë në podcast, është gjë e bukur, kupton? Jo më se është gjë e bukur vërtet, e kupton se unë jam një njerëz shumë i sikletshëm valla, kur i thënë, kur fillojmë që i thënë ore vllana, bëni pjesë e Patreonit, e kupton? Duket shumë kancer kur i kërkoj rob me 4 euro në muaj që mund t'i shpenzoj për marketing edhe për tripoda, për mikrofona, domethënë. Edhe pse unë nuk dua të bëj milioner, thjesht dua të rris komunitetin që të bëhemi një grupim, prapë kam shumë siklet. Unë në të vërtetë nuk është shumë siklet e plak. Miku im më ka thënë që i kam pasur në podcast, por mos për mendim me emra se ka thënë që pse mos të kërkosh ti diçka, domethënë për të gjë që po e jep. Se ti nuk po e detyron, ti nuk është se po e bën me detyrim. Ti ata njësoj do e marrin shërbimin, thjesht për disa plusë të tjera mund të kërkosh diçka. Ja të them të drejtën, si shqiptar nuk kemi rritur në të lloj mënyre, plak. Është mos kërko, mos thuj po direkt. E ke parasysh është një çik gjë e keqe kjo, po këto dhe po bëj diçka, po marr diçka kështu që është që mirë edhe. Shiko, vërtet jam i bindur domethënë, edhe kjo vjen nga Buçi ka qef kolonat romake me super detaj. Ta keni parasysh nëse kjo më pëlqen mua vërtet është standard e lartë. Kështu që në description do vëm përveç linkut të kësaj mund të vëm link të direkt të disa artworkeve, domethënë që po të klikoj të shohë direkt atje. Po, mund të vendos. Po, do vëm dhe ato atje. Por juve që gjoni Spotify ato gjërat e tjera, çfarë thot vllai, ose kaloni YouTube, shikoni linket atje ose në Instagram tek njoftimet do i keni. Po plak, po kjo domethënë sa e kënaqshme është.
Se ma mendje domethënë kur dikush prezanton diçka për shembull që Pa, shumë interesante. ë Ja, më ka pëlqyer shumë. E maj men, kam qenë me 2 miq të mi, edhe ata janë artist, kemi qenë duke hëngër i dark, edhe ka qenë hera parë që ka marrë porosi, ka qenë dikush nga që punon në Zalando me mu, edhe më kishte thënë që jam kurioz ta shoh edhe porositi një artwork, edhe kur e kam parë atë notification në celular që merrën lekët e kështu, e thash porosita i ka mund të gjithë, ato nuk kushtonin fare në krahasim me atë, po thjesht ajo ndjesia domethënë ishte shumë e bukur. Një rast tjetër highlight domethënë që ka qenë lidhje me këtë biznesin e artit, ka qenë edhe kur një person që ka galeri këtu në Berlin, duke bëj bisedë në mënyrë të rastishme domethënë me personin që pa tregoja, okay, do ta shoh një herë se ç'a është. Edhe kur shoh fund kishte porositur 8 artwork. Nga i ka varë domethënë te galeria e vet. Unë jam çudit, thash. Ajo tjetër pastaj ka qenë highlight. Po pjesë tjetër pastaj e rëndësishme në pjesën e artit është edhe shumë të jesh në kontakt me persona që njohin botën e artit dhe që janë pjesë e që kanë një lloj kontributi në botën artistike, nga këta mund të mësosh shumë edhe mund të ecësh përpara dhe vetë si njeri. Dhe unë deri diku jam me fat, sepse kam pas 2 persona që janë të rëndësishëm në fushë që janë shumë të suksesshëm. Njëri prej tyre është kushëriri im, Mario, e përshëndesim. Përshëndetje Mario. Edhe Clarence është shumë artist i mirë. Nga këta domethënë kanë qenë influenca parë të cilët unë u futa edhe në fushën e NFT-s pra, për ta publikuar artin tim siç është. Edhe O plak. Pse? Pse e bën këtë gjë? E kupton? po, Why? Pse nuk ikën të pishi kafë? Me si bësh kod tash. Bulla like this. Ri aty harxhon kohë nga jeta jote të bësh kod të shesësh këtë masterpiece-in. Pse ti nuk vete vllai edhe shpenzon kohën tënde me parazitizëm? unë mendoj që është kjo e ke parasysh ndonjëherë kur je në një moshë më të vogël që nuk e ke fare konceptin e paras ose suksesit e tjerë, ty deri diku të pëlqen me u marrë me 1 ose 2 gjëra të ndryshme. Për shembull, unë mendoj që historia që kam pasur në fëmijëri, para gjimnazit ose në gjimnaz, kanë ndiku shumë në këtë trajektore, pra. Edhe ka qenë një ndikim i madh mendoj që ka qenë gjeometria, domethënë fakti që kam pas shumë qejf gjeometrinë, më pëlqen se si unë mund të aplikoj formula. Ja, është një lloj kënaqësie pra që merr duke apliku formula matematike dhe gjeometrike në kod, dhe këto t'japin ty një pamje vizuale të cilën ti nuk e shikon direkt, por që ty edhe të pëlqen vizualisht. Unë mendoj që kjo ndikon, është një lloj kurioziteti personal për mu, për me ndërvepru me pjesë, domethënë elemente artistike dhe gjeometrike. Mendoj që kjo është. Fakti që më kanë pëlqyer që në një kohë të hershme, që në Që të fëmijëri, ka pëlqyer e diun sepse këto gjëra më pëlqejnë edhe mua. Pyetja ime është mos më ik pyetjes. E di që është e vështirë, por mos më ik pyetjes. Pse ti vendose ta përpunosh, pse ti vendose të shprehesh veten me këtë gjë? Se që të pëlqen e diun, se është edhe humanizëm diku që nuk e di, why the fuck? Po njerëzit, shumica njerëzve kanë shumë qejf gjërat e drejta, gjërat e rregulla. po. E kupton? Ideja është që how the fuck did you go from just liking it to making it? Okay. I gjë tjetër pastaj është edhe të pasurit një ide të re. Për shembull, kjo platforma nuk është se ekziston diku tjetër. Edhe vetëm fakti që ti je i pari që po e bën, dhe është diçka interesante që po sjell në treg, atëherë kjo të shtyn për të për mua kjo ka qenë shtys. Fakti që unë po sjell diçka të re që nuk ekziston. Për me sjell një platformë gjenerative nga ku mund të blesh fine art, pra. Në të njëjtën kohë është edhe fakti që du ta bëj marketplace dhe kjo i jep shumë ndihmë artistave të tjerë që për mendimin tim kanë disa ide shumë të bukura dhe interesante artistike. Unë do të jap një lloj kanali, mediumi pra,
nëpërmjet cilit ata të shesin këtë lloj arti që nuk ekziston. Mjet. Po. I gjë tjetër që më pëlqen shumë dhe më duket shumë interesant, edhe mendoj që është rrymë moderne, pra, është fakti që kur ti bën generative art, je diku, mund ta qym mesme në art, po je diku midis artit klasik, që është i gjithë i human orchestrated, që është orkestruar nga njerëzit. Pra që ti ke panelin e bën canvasin si dush ti. Ke dhe artin modern që është bot trend tani, AI generated, që ti i thu kompjuterit se qa do, dhe kompjuterit ty mund gjeneroj çfarë do lloj canvasi që kompjuteri mund të ketë procesuar, pra. Dhe kjo generative art ndodhet midis të dyjave. Generative art është një krijimtari e artistit në bashkëpunim me makinën, me mashinë, me kompjuterin, pra. Edhe mu ky koncept më duket shumë interesant, që ti si njeri, si human, mund të vendosësh limite se çfarë kompjuteri duhet të gjeneroj. Dhe kjo e bën artin generativ shumë më të bukur. Makineria e prodhon, ti vetë si njeri nuk e di se çfarë do krijohet në detaje, domethënë, por në të njëjtën kohë ti ke kontroll ndaj gjenerimit të këtij arti. Dhe ti vendos limitet se ku do shfaqet ngjyra dhe ku nuk do shfaqet, ose se sa e madhe do jetë dhe se sa e vogël do jetë një element i caktuar. Mund të bëjmë një screen recording që ta vendosim në fund të episodit, domethënë si mund të shkojë robit e faqja dhe si krijohen këto gjëra? Po, mund ta bëjmë. Po. E vëm, kështu që qëndroni deri në fund të episodit që të shikoni domethënë si mund të navigoni faqen, domethënë dhe se si të arrini tek arti që ju dëshironi. Plak, ka një pyetje tash që mbase do të jetë çik pa përgatitur. Ideja është që unë këtë gjë që bën ti se bëj dot, asnjëherë, botë. Por ajo që kam unë jam ide. Edhe unë kam shikuar biseda e fundit që kemi pasur bashkë, domethënë unë kam shumë kam ca ide shumë të frikshme, domethënë, ose patën për shijen time. Për sa i përket generative art. Që unë do t'i përmend se normalisht di është gjëja ime, s'mund t'i përmend në podcast, mund t'i përmend të pim cigare pastaj. Është gjëja që nëse unë jam një njerëz që kam ide, si mund ta gjej një kodues ose një person të tillë që të paktën unë nuk e di pastaj se si funksionon përqindja, po a ekziston një simbiozë të tillë që unë t'i themi iden dhe ai të bëj kodin që mund të gjenerojë të art? A është e bëshme kjo? Është reale? Po, është. Mund të arrihet që për shembull të them që okay, vllai, unë kam këtë gjë ide në kokë, edhe kjo ide do të jetë do ta ketë limitin deri në 100 gjëra, për shembull, që mund të nxjerrin 100 versione të ndryshme. Edhe do të ketë detaje. Po, kjo shikoj, njerëzit tani ti e di shumë mirë, edhe ti e di, edhe shumica e di që deri ku varioj unë me idetë e mia. Domethënë, ti po, që është e bëshme, domethënë, mund të bëhet gjë. Kjo është e bëshme për çdo lloj gjëje teknike ose që është e lidhur ngushtimisht me kodin. Edhe kjo ndodh shpesh edhe në punë, kur janë persona për shembull që të vinë, bëhet kjo, ta bëjmë këtë gjë ndali kështu, çdo gjë bëhet. Çdo pyetje, sidomos me teknologjinë e sotme, çdo pyetje që a bëhet X gjë në kod, e ka përgjigjen po. Ideja është që sa lek kushton, sa lek merr, pra duke marrë parasysh që sa kohë merr për t'u bë, edhe sa persona mund kërkoj për me ndërtu këtë në një afat caktuar. Bëjmë një shembull laboratorik. Nëse unë kam një ide, domethënë që dua të bëjmë të gjë, ta shtjelloj, ti ai që do bësh kodin dhe do bësh gjithë ekzekutimin, domethënë. Çfarë duket për ty fair, domethënë, ndarja e përfitimit. Përfitimi jo xhirua, jo atë që merr printimi, vetëm fitimin, domethënë si ndaj. Për me bë cilën pjesë këtë. Për shembull laboratorik. Unë kam iden, ti bën kodin, domethënë ekzekutimin. Si çfarë është fair? Okej, për mua për shembull, në terma si fillim duhet matur në terma kohor, pra se sa 8 orë është të merr, ose me pak fjalë sa ditë do të marrë ti për me bë diçka, ose këtë mund ta përkthesh në muaj e të tjerë. Dhe duke marrë një research tregu që sa janë rrogat e një software engineer, ose duke marrë parasysh nivelin që ti ke në këtë fushë, ti mund ta përkufizosh në një farë mënyrë se sa është vlera e një projekti të caktuar. Dhe përgjithsisht me sa di unë agjensit kështu i masin, pra nëse ti shkon tek ato me një projekt laboratorik që unë du me kriju një platformë që bën X gjë,
ata nuk gjykojnë fare se çfarë do ti të bësh ose se sa lek do fitosh. Mund të ketë edhe raste të tilla, po e gjithë koncepti mbrapa këtij biznesi është që kjo do kërkoj 5 persona, 5 software engineer, që marrin një rrogë caktuar, edhe që këtyre do të marrin 6 muaj. Po. Edhe duke bërë këtë lloj llogaritje është human resources fundit. E gjithë llogaritja se sa shkon një projekt. Pastaj mund të ketë edhe agency të cilat punojnë. Jo, unë e kam ndryshe. Nuk e kam në korporat, unë e kam me dy njerëz që besojnë në diçka të re. Okay. Ne të dy nuk kemi duke bërë. Unë nuk jam duke bërë podcast, ti nuk e duke bërë. Jemi njerëz që si kemi bërë akoma këto hobi tona. Okay. Edhe jemi thjesht njerëz që kemi ide. Unë kam iden, ti ke aftësinë. Unë jam i bindur që aftësia jote për të bërë këtë gjë e do ta ekzekutoj iden time mirë. Edhe ti je i bindur që ideja ime vlen, edhe ti ke dëshirë ta ekzekutosh. Si ndahen këtu do? Unë mendoj pa rroga fikse, pa asnjë gjë. Është përqindje. Po. Me hamar, pastaj mund ta, po është shprehje që më pëlqen shumë. Me nisi biznes, të duhen 3 njerëz. Duhet 3H që quhet hustler, hipster e hacker. Domethënë do dikë që të jetë hustler, që të shkojë dhe të bëjë komplet ato marrëveshjet, do një hacker që mos bjerë sistemin, pra që të krijojë komplet teknologjinë, do dhe një hipster që ta bëjë ty duket sikur blen gjën më të fundit edhe më të re. Edhe pastaj si ndahet varet shumë nga koncepti, nuk e di, për shembull ke rastin e dy Steve Wozniak edhe Steve Jobs. Edhe komplet ndarja ishte që Steve Jobs kishte iden, Steve Wozniak ishte një nga inxhinierët më të mirë të kohës vet. Edhe Steve Jobs mori komplet. Jo, lera ç'a mori. Çfarë është fair? Ti si nero, ç'a mendon që është unë fair mendoj gjithmonë që dy persona që hynë në një marrëveshje është gjithmonë 50-50. Siç e mendoj. Unë nuk mendoj se është fair. Edhe mame se ti e di pse mendoj. Jo, unë mendoj që është fair sepse pjesa e rrezikut është te të dy personat. Pra, nëse kjo, përderisa ne investojmë kohën të dy në këtë projekt, mendoj që të dy kemi rrezik për me shpenzu ata afat kohor që ne kemi ta çojmë dëm, pra, ata afatin kohor që po ideja është se mua kjo ideja një ditë më goditi në kohë, duke qenë në trend, domethënë më erdhi dhe unë kisha aftësinë që ta mbaj atë idenë në kokë edhe ta shkruaja diku edhe ta Këpyte pasaj del kush është më e rëndësishme ideja për ekzekutim. E di që është shumë e vështirë. Unë e di shumë mirë. Unë mendoj që ka persona që kanë shumë ide bukura, po ka persona që kanë ide pak më jo mediokre, po që easy go, ta këplatën mos u komplekso. Jo, nuk është kemi idenë. Kush është më e rëndësishme në këtë rast? Unë mendoj ekzekutimin. Edhe unë edhe mendoj. Kështu që jep 1%. Midis atij që ka idenë dhe atij që ekzekuton. Pra po ndër të 50-50. Nëse ti shkon në një marrëveshje, unë gjithmonë mendoj që ndarja duhet të jetë equal. Po s'është fair pra për ty, nëse ti bën ekzekutimin, nëse unë kam idenë, e vetmja gjë që mund të bëj unë do të bësh për ti unë që gjithkohë do të përgjigjem për tua. Jo, unë mendoj sepse ai personi që bën ekzekutimin, pra normalisht mund të bëj punën më madhore si fillim, por ai personi që ka idenë dhe që ka vizionin është shumë i rëndësishëm në këtë formulë. Nëse ti ke vizion dhe je i aftë ta mbash vizionin për vite të tëra, ti mund ta krijosh këtë kompani nga 10.000 euro që kushton sot ose nga 500 euro që keni investuar, mund ta konvertosh në bilione. Sepse ti je aq i fokusuar dhe beson aq shumë në atë vizion dhe atë ide që ti ke, saqë ai ekzekutimi primar që ky personi që njeh kodin pra e ka bër, mund të jetë obsolet, mund të jetë shumë i vogël në krahasim me çfarë kjo ide vizionare që ti ke është ndrruar në të ardhmen. Është ti besosh idesë të dikujt? Ose më saktë, cila është më e vështirë? Ti besosh idesë të dikujt apo ti besosh idesë tënde? Unë mendoj që nuk ka rëndësi nga ka ardhur ideja, rëndësi ka që ti besosh. Pastaj ideja mendoj që është më e thjeshtë ti besosh një ideje që rezonon me ty, pavarësisht burimit të idesë, sesa ti besosh një ideje që nuk rezonon për ty, për që mund të ketë favorizime të treta tipit monetar ose karrierist etj. Kështu që mendoj që sa më i sinqert ti je në atë embarkimin e idesë, aq më e thjeshtë është për ti besuar.
sa më shumë përshtatet ajo ideja, nëse ke një Venn diagram, atë diagramën e venit, sa më shumë të puthiten ato dy palët, ideja me personalitetin tat, atëherë aq më e thjeshtë është për t'i besu. Pak rëndësi ka pastaj nga ka ardhur ideja. Se edhe arti gjenerativ nuk është se është pika unë në të njëjtën kohë, është ideja e dikujt tjetër, edhe është si Mirë, se janë teknikalitete, nuk më fare me ato kush e shpiku ato. Por që mund më ngjiti edhe në të njëjtën kohë unë i besoj, mbas ai personi që është marrë si fillime, që ka hedhur bazat, nuk merret kënd, kupton? Po. Edhe ideja e tij rezonon më shumë me mua në të njëjtën kohë. Bravo, këtu do Dilian, domethënë që unë nga kjo që kuptoj ti, nga kjo që the ti, unë thjesht përforcoj argumentin që unë kam gjithmonë që çdo njeri që ka një ide do ta shprehi, sepse edhe nëse nuk ka aftësitë për ta nxjerrë idenë vetëm pa, nëse ai e shpreh të gjithë dikush që të ka aftësinë ta ekzekutojë atë ide. Kurse nëse ky njeri nuk e shpreh atë ide, edhe nëse nuk e ka aftësitë, atëherë kjo ide do humbi përgjithmonë. Po. Që fatkeqësi fakt për njerëzimin përgjithësi. Se kjo gjëra blen themi ne për artin, po gjitha shpikjet e mëdha të humanizmit shkojnë me makina, me gjitha domethënë drejt. Njëta sistem është ka nisur diçka, e ka bërë diçka, kurse ka dalë ai tjetri më vonë që e ka perfeksionuar fare, domethënë e ka marrë stafetën atij. Ke për shembull Tim Ferriss ka një shprehje shumë interesante për këtë, që thotë nuk ka rëndësi kush e ka iden, idet nuk vlen, pra vlen ekzekutimi. Sepse personi që ekzekuton ai do ta merr rrezikun përsipër, sepse ti humbet kohën tënde. Kjo kohë ti mund të punoje diku të merrsh lekë, të jetoje diku më mirë, kupton? Po. Rrezikon investim monetar nëse ke lekë në biznes. Edhe ai person që merr rrezikun, ai person në të njëjtën kohë merr edhe përfitimin. Po unë mendoj që pjesa më e vështirë e ekzekutimit të ideve është një person i tillë pra që beson te ideja deri në fund dhe ka një lloj vizionariteti, një lloj vizioni për idenë. Mendoj që kjo është pjesa më e vështirë për tu ekzekutuar. Për që të ndaj një gjë të vogël të përshaj për kjo. Ideja ime podcasti kur është tani domethënë nuk e di. Episodet e fundit ka ecur shumë mirë, nuk e di pse, shpresoj të vazhdoj kështu. Kam shumë frikë se nuk do vazhdoj kështu, po shpresoj të vazhdoj kështu. Do bëri Jo. Ideja është që ndonjëherë, për shembull, ato zëdësitë e momentit, ndonjëherë jam duke në dush, për shembull, sikur jam duke bërë ndonjë gjë kur duke gatuar, për shembull, ndonjëherë mërzitem me faktin, domethënë që it's not working, it's not fast enough, it's not this, it's not that, domethënë edhe ideja është që çan ndihmon atë plak këto. Unë prap them se unë jam mush, nuk dal nga imja, domethënë, po që ja për personat që dorëzohen që tregu çan si kalon një këto. Këto janë për mua janë momentet e fitores, është shprehje që thot boredom got us out of the trees right into the shopping mall. Domethënë që ti je foragger në pyje, mërzitesh, get bored, edhe krijon një tool. Edhe get bored me toolin, krijon një gjë tjetër edhe derisa të krijon qendra tregtare. Pra, mendoj që personat cilët identifikojnë këtë ndjesitë e vetja vet, këto janë momentet e fitores, pra. Këto janë momentet kur ti jep përgjigje pyetjeve më bazike dhe më të rëndësishme të ides tate që ke. Momentin që ti pyet konceptualisht idenë që ti ke, atëherë kjo a funksionon apo jo, atëherë në këto momente ti vjen me një inovacion, pra, me diçka që do jetë ndryshe për publikun, për veten tënde, për idenë në tërësi, kështu që mendoj që këto janë forca që na bëjnë të lëvizim përpara. Këto momente që ndonjëherë vërtet, jo, seriozisht ndonjëherë është vërtet shumë e vështirë, domethënë të qëndrosh sepse një shembull shumë i keq për shembull, do ja tek episodi me Eltonin, kishim një feedback për shembull në TikTok, po është shumë normalisht, më një feedback shumë i keq. Edhe ti e di idealizmin tim që unë dua të jap kontributin tim për të krijuar një lloj debati, për të krijuar një platformë sa më shumë. Në atë moment domethënë kur lecova atë thjesht e humba shpresën gjithë popullin në anën bandë, domethënë e mendoja, ore mendoj muhabeti për çakarin, po bëj unë valla, për kë bëj unë këto valla. Sa më burr çfarë don. E prapë. Më bona aty dola unë. Marilesh, e kupton, po ideja është, ai momenti është shumë i keq atë. Është shumë e keq ajo.
Po nuk ka marketing keq, në fundit ti atë do që të komentojnë. Di çam pëlqeu shumë fare se di që të ty pëlqen si personazh dhe unë e vlerësoj shumë Blendi Fevziu, pra. Domethënë në karrierën e vet edhe ç'a ka arrit, duke marrë parasysh që ka bë emision që në 97-ën, no? Po. Nuk e di ku ishte në një emision edhe pyeti a të intereson ty, i tha ky intervistuesi Blendit se ç'a thon tjerët, e tha ky as e vras me një fare, tha ç'a thon tjerët, un kam 2-3 persona, tha, cilët vetëm ata dëgjoj. Nëse ata më thon po e bë gabim, vetëm kjo intereson për mua si feedback. Ç'a thon tjerët pa rëndësi ka. Domethënë ti duhet të kesh një shtyllë kurrizore, e cilat kjo çështja e vizionit, pra. Momentin që ke një vizion si unë për këtë artin gjenerativ dhe ti për podcast, ose për karrierën e për gjitha, momentin që ti ke një vizion, duhet t'jesh i aftë ta korrigjosh vizionin brenda disa parametrave që t'interesojnë ty, dhe jo që interesojnë dikujt tjetër. Unë mendoj që kjo të sjell në një do të jesh si njëri i fortë, Po, e drejt. Normalisht ka shumë histori të tilla, për shembull ke J.K. Rowling që tregon që ka çu Harry Potterin në shumë shtëpi botuese dhe që të gjithë kanë thënë çfarë është kjo, deri në momentin që dikush e publikoi dhe u bë një nga librat më të shitur, kupton? Kështu që mendoj që kjo bëhet edhe pjesë interesante e veprës. Në momentin që ti ke një lloj pushbacku, pra kundërshtije, një lloj kundërshtimi nga masa, mendoj që kjo e bën edhe veprën më të vlefshme në të njëjtën kohë. Mendoj që është pjesë e vlerës. Po, fiksi kulla e felit. Mendoj që kjo i jep një lloj vlere në vetvete që Gustav Eiffel është armiku i kombit, ka bërë gjë më të shpifur të mundshme edhe ka ngel më njëri pa. Po i mori vlerë. Më kupton? Dhe fundit e kam menuar ndonjëherë çfarë është e vërteta. Kupton? Tash kush ka drejt, kanë ata komentuesit të TikTokut apo ti? Edhe ndonjëherë mendoj që e vërteta është kush është më persistent. Kush ka më shumë guxim për të qëndruar asaj anës vet, pra. Që ti mund dukesh sikur nuk e thu të vërtetën në fillim, por duke e thënë shpesh dhe duke qëndruar konsistent edhe i guximshëm dhe vizionar në atë idenë që ti mbështet, atëherë kjo rrjedhimisht do bëhet e vërteta. Unë kështu e mendoj. Vërteta ndonjëherë mund të jetë, nuk e di, edhe në raste për shembull shumë kontradiktuese, si ka ndodhur lufta në X vend, ose si ka ndodhur historia në X person, a ka qenë, për shembull ku kam qenë në Angli që kam pasjetuar atje, një nga temat që diskutojmë më shpesh ka qenë Churchilli robi mirë apo robi keq, se donin me ja rrëzu bustin, pra, që kanë atje afër Westminster. Edhe tani e vërteta persistente e këtij personazhi është që ai qëndroi besnik i desë vet. Dhe kjo është e vërteta e tij, pra çfarë përshkruan imazhin e atij. Edhe po pastaj bie që who the fuck cares what is the truth? Çfarë kuptimi, çfarë rëndësie ka ashtu e vërteta kur ti i ke po plak, është si ajo që thonë që you lie to yourself a couple of times until you believe it, and then e kupton? Edhe nëse ai është persistent, e ka pasur saktë, ka pas gabim, në qoftë se ai e ka bërë në atë lloj konsistencë sa është për standardi, doesn't fucking matter anymore. Fix, po. Se pastaj kërkon edhe një çik morali është gjë tjetër. Po, kërkon edhe çështje morali që dish, domethënë se çfarë kërkon. Mirë, po ti morali jot për shembull ty s'të lë të gjuash një qenë me sjell. Mirë. E drejt, po. Kurse unë apo një tjetër për shembull vrasi 4 qenë dhe të bëj gjumin kështu, nuk flet të gjuaj, po nuk vrau 4 qenë. Po, në drejt. Është dhe çik e nevojshme domethënë të jesh në kontakt me shoqërinë ku rrethohesh, në mënyrë që kjo që ti beson të bëj sens edhe për rrethin që ty të intereson. Se çfarë? Kështu. Sa lanë gjë pa thënë për të parën? Dhe çfarë bëjmë? Episodin tjetër do të bëjmë një njoftim direkt. Episodin tjetër do blemi bashkë ose këtu ose te radio të kum. E të bëjmë një episod të flasim vetëm për artin dhe për arkitekturën, do zihem unë me ju të dy. E parasysh të shumë fan. Unë e di që do mbas për shumë mundësi, por që do përtas edhe normalisht është mënyra më e mirë shqiptare për të fituar një debat, është për të. Sa lamë gjë? A ditën do pi vest bërtasin bashkë.
Me që nervësi po inkurajonte shumë për të provuar ide, ku të bëj një njoftim, që edhe ti nuk e di se sa kam thënë akoma. Mu kam vendosur të shkoj në open mic në comedy, stand-up comedy. Me vërtet? Shumë mirë. U bëkoj që kam shkuar ca bite, normalisht anglisht në ashtu e meritur. Edhe ka disa open mic në Berlin dhe të provoj. Po si open mic? Open mic o plak, këto që provon, shakate, thjesht e provon thjesht. Po pra bite, i kam të shkuar, 3-4 bite i kam të shkuar. A janë në rimusa apo se kuptoj? Janë në rima apo stand-up comedy? Stand-up comedy o plak. Okej, super. Dhe ta provoj një. If I boom, jam shumë kurios. If I boom. E buçi. Që sepse drejt merës, se kjo është dhe fundi dhe shumë vetëm ai ka e dëgjuesve dhe shikuesve të shikoj këtë. Kam tipu dhe 4 vite plak që dua ta bëj. E kupton? Edhe nuk ma ban, pyetha janë shumë frikacakë plak, e kupton? Edhe ma një aspekt thjesht ka ardhur koha, domethënë që who gives a fuck. Më besa më kaloj se ti e pesa emocione kisha në fillim unë, kështu që sa më bë tani. Ideja është, di çfarë më bën përshtypje mua, që unë kam shumë frikë nga kjo. Gjëja. Po pastaj kujtoj vetëm që unë kam folur mes njerëzve, unë kam folur përpara aksionerëve, kështu stock market për firma, domethënë, edhe nuk kam pasur probleme, por kam frikë nga dikush që ka ardhur atje duke bërë birë. I don't know why, plak. Po. Po që kam vendosur do ta provoj. Ta provoj një herë se si është, thjesht do ta, edhe nëse funksionon, thjesht do ta provoj. Ka ardhur mua këtu plak. Jem vend shumë interesant në Berlin për me provu gjëra të tilla. Mendoj se ka ardhur kohë, mendoj se në 2-3 muaj të ardhshëm do bëj realitet do e provoj. Unë do të mbështes, do vi, do jem pjesë. Kështu. Ku të ndjekin rob? Se vjen çik tani. Po. Se ne do i vëmë linke, po thoya edhe një me gojë që ti xhori se gjë nga Spotify e gjëra. Po në nerios.art është në Instagram. E njëjta gjë është edhe në website, nerios.art. Nerios.art në website edhe nerios. Me ky website është ai ku bën direkt ato porosit gjëra ato. Po, e drejt. Aty janë edhe about të gjitha. Po. Që gjetët i keni në description poshtë, në description gjithashtu do keni edhe akaunt të Patreonit, të zhvetën 4 euro në muaj, dhe të gjitha shërbimet që fitoni juve me këtë pagesë mujore i keni atje, dhe unë mendoj se ja vlen, nëse juve mendoni që nuk ja vlen, bëni komente me shani, mendoj që nuk ja vlen. E kupton, edhe është çdo gjë që i vlen komunitetit, i vjen komunitetit Buçi Podcast, është ndim që akoma nuk kemi arritur atë standardin që ne të bëjmë diçka madhore, por do ndihmojmë për të zgjeruar, edhe kjo është një ndim direkte. Pra ata që nuk e kanë shef Patreon normalisht keni dhe Spotify for subscribers ose Buy Me a Coffee për donacionet teke. Por më e rëndësishme nga të gjitha, nuk është kjo, më e rëndësishme nga të gjitha është që juve të shpërndani podcastin nëse ju do jetë interesant, sepse nëse kjo gjëra që tha ky edhe çfarë duhet bërë filani, edhe ato që thash unë për shembull ka një farë lloj kuptimi, juve e gjeni veten deri diku, nuk ka rëndësi 100%, sepse çka kuptimi ka, do ishin klon apo të gjithë nëse do përpulleshin 100% me njëri tjetrin, atëherë thjesht do të ta shpërndani nëpërmjet shokëve tuaj. Nëse juve njihni dikë që do të bëjë një lloj arti, se do të provojë një ide, dërgojeni këtë podcastin sot, se ky është shembull perfekt i podcastit për ta dërguar që duhet ta provoj. Edhe nëse ai dështon, të paktën e provoj se do ngjiret pengji tjetër pas saj. Do ngjiret pengji tjetër se edhe nuk do jetoj dot me veten e tij. Po. Është e rëndësishme me përvojë të reja. Deri në episodin tjetër. Episodin tjetër me të tjerë, po edhe me këta pastaj prap. Ja kalofshi mirë, edhe ishara që s'bën subscribe. Ciao, peace. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.